Hajde për shembull Santi. Po, do të na tregu që shaka fillu më marrë me muzikë për njerëz që... Po, fillimet e tuja, çish kanë qenë këtë, po. Unë kam qenë shumë e vogël kur kam fillu më marrë me muzikë. Mund të thamë që kam qenë 4 vjeçe, ashtë historia klishe që të mërë mami për dore, të të ti e zoja me kënu, shko këtu, shko aty. Dhe vëthanë shumicën e viteve të karrierës, unë ja përkushtoj në antë steme, se ka kenë suportusja ma male, edhe ka kenë ajo që më ka shtypër me marrë këtë rrugë. Tu që ki vesh muzikë, se ka plot të dinë dhimër, kënën, të anditën që të në shtypër. Po jo, ka shtypër. kenë edhe koha që shumica edhe nuk janë leju prej prindve, se puna mentalitetit, se në Shqipëri është pak më ndrysh. Edhe Kosovë kena posa si po. Por që kam fillu shumë heret. Nërsa pjesën e live-it kam kenë 14 vjeqe kur e kam fillu. Edhe nuk e kam lanë qusha atëherë. Rëtë edhe atëherë, 14 vjeqe. Edhe atëherë kam kenë vogël. 4 vjetë përvoj, se 18 vjeqe. 18 i kam bërë një javet. A nisë qysh pa të shku në Amerikë, qysh ka ardhë puna me ikë për Amerikë ti? Një në ara lotaria familjarisht. Po, kena shku me lotaria amerikane. A eksiston që kjo lotaria mua nuk e dhja? Po, a? Për Shqipnisë shumë kanë shku, edhe për Kosovë, po për Shqipnisë shumë. E dojnë, tash mos duam kështu, atësita po e dojnë ratësën e barë dhe shqiptarët në punëtor. Jena shumë edhe Amerika, edhe në Kosovë dhe në Shqipni shumë kanë marrë kështu me lotari. Ju ra komplet, ju... Po, ne në ra komplet lotaria dhe shkume. A u këthin këta tjerë? Qoftë për atje, baba nuk e ka pas qef Amerikën. Se ka pas qef? Ja, nuk e ka pas qef, kurse nana ka jetu me mu. Ka ardhë, kena ndaj bashkë, jena këty, po, se dushmeneti mi mora tu green cardën ato, se në bërë ata procedurat e veta që janë për mu, po, deri, dhe më thonë, 7 vjetë në në bashkë jenë atje. Deri më sot. Deri sot. 7 vjetë që jenë atje. Atër pas ka që atër fillimet e tuja, unë e pas në ataku. Po, fillimet e mija, po. Fillimet e tuja që. Po, që ishte, mund të thamë vitin e parë ose dytin, që kam pas në Amerikun e na kena punu bashkë. Edhe ma ndej, kemi bashkëpunu dhe në për shtetet tjera, shkeshim bashkë me Anisën, atë në pëtëshin atë nej kankëtare, me marrë, s'keni nevojë me bo viza me orë për Kosovë, se kemi një New York, kënën si bilbël. Edhe qështu kena bashkëpunu disa. Gjithmonë kena kalu mirë bashkë, faleminderit shumë. Album, a kongë kështu single kime qitë, kështu projekte, atë shqyqe të bashkë, jam të punu për 2 dueta. Jam të punu edhe një kongë që është për dasma. Edhe kam lancuar pjesën e referenit TikTok, po nuk e kam nxjerrë hala, sepse është prapë në proces përpunimit, ti e din se si shkon pjesë e klipeve, e rregullimit, demove, njëna tjetra. Por që me kismet zotit, do t'i hellit ala prej herit. Bravo. Kam nëjë vite po shim kurse tesh. Tash po, qashtu është? Tesh e kam shlu muzikën pa dur krejt. E reje, talente sa dush, letrat i ki, me u tush, këse adin edhe po kam probleme që tash përshamë që edhe në Angli. Po. A kena me knu. Me date kena, se që adina me ba nuk e di. Kismet.